Njëna për mesazhet që i kanë shkruajt, kanë thënë: "Tim kimit një herë pi mrena, unë i dhash fund pi jashtë." Dhe kjo është shumë e rëndësishme të ndërum xhamat. Kjo është ka e përmendëm. Një për mesazheve që shumë e kanë shkruajt: "Më ka mit filani pi mrena, e unë u dash mulirue pi për jashtë. Pra unë e konopin e bleta, ama ai shpirtin moti ma ka vrarë." Kjo ndodh te na shumë të ndërum xhamat. Ti e kimit pi mrenat. Ti ka mundësi e mrin e mit e vladin për mrena. Ti ka mundësi e vret nanën e babën për mrena. Ja vret shpirtin, ja up, ja ki nuk konopin shpirt. Ai thot, masi shpirtin e kam konop, t'ja vnoj edhe konopin edhe trupit. Kujdes të ndërum xhamat. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Mun pëlqen fjala e mirë. Mun pëlqen me menu mirë." Than sahabët, "Çka me menu mirë ja Rasulullah?" Ta kelimetun tayyiba, një fjalë të mirë thuje. Liroj me shpirtin. Liroj shpirtin. Mos thuaj me fjalë trana. Mos ofendo, mos rano, mos i dhunja zora kjo. E keni pa? Veti njerëzit për çka dush. Pyete diçka për biznesin e atij çka atë bë. Pyete për tregtinë e tij çka atë bë. O thot mos e ngjë biznesin se i rana ki. Po mu kanë i rabet e se po ti fiton parë pa ti. Po ti e koprat s'do me kallzue. Pse tutesh me kallzue? Pse tutesh me kallzue? Folja me njerin janë por hin vëlla. Apo hin. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kur vinin njerëzit me mor dijet e ai, thonë marhaban bi talibil ilm. Mirë se vjen ai kërkuesi i dijes, nuk harxhohet kjo. Nuk harxhohen parët të ndërum xhamat, nuk harxhohen. Do njerëz aty menusi kanë harxhu parët. Çish me bin marrë që s'harxhohen ai. A ka marrë dikush diagnozë për këta njerëz që janë të utut fukarallokit me kallzu? O insan, ti ki me dek, a pat ka me pas parë në dunjë. Mos u tut, apo mos u tut. Ama shejtani sa sheri thot, "O ja tu kallzu, ama nuk i di ki do punë." O i dina, nuk harxhohet parja. Mos u tut për parë, ki e frikën nenzën ahirat që shkëna me dal përpara Zotit. Asnjëri pi njerëzve nuk është duvujt për parë. Andaj njëra për mesazheve cila ente qatel të ruhi, ti ma ki vra shpirtin. E dikush së ne duron këta, qëfar ban i jep konok. A kena vrana dikant të ndërum xhamat? Po nuk është me vra veç me thike dhe me armë, zjarën. Jo be me vra me një ngaft të ranë. Erë një njeri të pejgamberi sallallahu alaihi sallam. Dhe pejgamberi sa mishtë të i shpërnda do pasuri. Dhe ati ju duk padrejtësish ajo. Ama kujna ma të mirit njeri në botë, për të cilën Allahu xha ka marrë besnik me ardhan shpallën e vet. Edhe te po tha o Muhammed alayhi salatu wasalam, tha banu i drejt. Ja vrajti shpirtin kjo pejgamberit alayhi salatu wasalam. Tha banu i drejt. A ka njëri më drejt se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Tha banu i drejt se si e i drejt. Kështu njerëz nuk e din çka folin edhe para kujt folin. Tha banu i drejt. I'dil fa ma adalt. Ti si e i drejt. Edhe tash kyre. Pejgamberi nuk ka si njëri që revoltosi, mi po shokët e vet e kanë diçka pi thot. E nxeri shpatën Khalid ibn Walid min herë trak. Tha ja, ama e di ku autoriteti ka të me vet. Tha ja Rasulullah, ata drejtoj kët? Tha jo. Jo, le ta se falet kët. Pastaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, vllavin tem Musën Zoti më shiroft. Vllavin Musën, pejgamberi Zotit, Allahu tha më shiroft Musën. E kanë ranuar edhe më shumë atë. Ai ka bosallur. Pra, me çka e menaxhon të ketë vrasit shpirtit, ketë lëndim të shpirtit, thonte, o Allah, o Allah japëm sabër. O Allah durim, lut Allah lozo durim. Del rrug, ka dalë valla sabër. Sa be gjotja veçë jotja. Nuk ka gjotja veçë jotja. Nuk mundesh me ti ku dush me nuk e rroj insan. Merr më rreth se sa gjotja jote. E jona këtë bash. Qilla nuk ka jotja veç. E jona bash. Mahalla nuk ka veçë jotja. Faraonave ku janë, ku ka faraona? O faraona, Muhammed e Juvja këtë kjo hoti. Kjo e kitë bashkë, ka thonë alayhi salatu wasalam, kush e zanit tokë, pa drejtësisht, 7 tokë Allah i kam jaranu ditë e kiametit. Sa marrë kjo e jotja, kuptoj e zuka, e jotja është vesh një copë varri. Që ta kena me të garantu, po, a janë një copë varri. Por ndryshe, të ndërum xhamat, mos ja bini punën dikujt mi avra shpirtin, se të ketë që të shkajen të vra, na nuk i në tjerë si tu për para Zotit, pa e kanë pas një siklet vallaj. Vallaj e kanë pas një siklet. Dhe nuk është e rastishme që 1 miliard njerëz kanë shkuar doktor dhe kanë thënë, o i ranum jam, shpirti më ka ranue. Andaj, thuni fjalë të mira njerëzve, thuni anë fjalë. Dhe të ndërum xhamat, mos u bëni kraj zullumçarëve. Mos u bani kraj zullumçarëve, ku ta shifsi kanë që të bëj zullum. O vëlla, mos ban me zullum. Kur ta shif, ani dos të kithuj Allah, dos të ka bëj zullum mos ban. Heke vllokërën që ka zonë udhën njerëzve. Po mysafir, heke kërën vëlla mysafir me ditë që pikinë kjo. I t'ia zonë njerëzve, me dal dikush me urgjencë. Sa njerëz do të, o xha ambulanta me suni. Ambulanta suni, se këto makina të pi çaj. Kjo të pi çaj dhe pastaj çaj i njëjtë atë të pi çaj haditha të kallzuar. Dhe kjo të mit këtë. Kjo të mit këtë. Ai ku ta shif sa të kallzu për fe dhe me ktheja çështu. Këtu e kallzon njerëzit doin me dek pi kerrët atina. Kujdes ndërum xhamat. Allahun s'na rrejna. Shtero ti shka dush, na të mujna mu shtirë shka dush. Ama u si Ebu Hurajra, ama u si Ebu Bekri, si Omeri, a banu Ebu Hanife, çka dush banu.
veprat. Andaj të ndërum xhamat, njëra prej mesazheve shumë dhimbse, shumë të rana të cilët ata të cilët e vrojnë veten cila më kanë vrarë pi mrena, andaj pe vraj edhe unë pi për jashtë veten. Kujdes si sillesh me njerëz, kujdes mas pari pi familjes tane, kujdes me prindët tu, kujdes me vlatët tu, mos ja thujni